Për 5 ditë më radhë, qumshtori Agolaj do të përfitojë shërbimet e ekspertes holandeze në zhvillimin e disa produkteve të reja për nevojat e qumshtores. I came to Golaj yesterday. Dje kam ardhur në qumshtoren Golaj dhe unë mendoj se është një fabrik e mirë pajisur me punëtor shumë të motivuar këtu. Edhe produktet që krijojnë janë të mira. E momentalisht jemi duke dhënë këshilla veçanërisht në produktet e djathit. They look quite good in first instance. Shërbimet e holandezës janë mëse të nevojshme, pohon Brahim Golaj, menaxher i qumshtores. Janë shumë nevojshme edhe mëse domosdoshme për arsye se na japin përvojat e disa lloje djathit që prodhohen në Evropë, e që na nuk e kem traditë prodhojmë, po që vazhdimisht kem ambicie dhe dëshirë që këto mi prodhojë dhe mi pasi produktet tona. Nga ato produkte kryesisht janë të tipit Edamar dhe Gouda. Që 2 ditë na me këtë ekspertin nga Hollanda na të prodhu djathin Edamar, edhe kismet do ta bëjmë edhe Gauden, djathin Gauda. Ta shohim të ardhmen se si do shkon puna, do të fillojmë edhe ato me qit në treg. Po primare tash shumë shpejt dhe mas lart edhe 1 muaj, djathi Kaskavall do të jetë në treg për konsumatorët tonë. Organizata holandeze PUM në bashkëpunim me Drejtorinë e Bujqësisë Spilltarisë Zhvillimit Rural ka siguruar transportin brenda Kosovës të ekspertes. Ky aktivitet është në harmoni me objektivat e përgjithshme zhvillimore të bujqësisë në komunën e Gjakovës, ku njëherët është edhe mbështetja për punuesve lokal.